jo dhe aqë, kur është fjala për reformën edhe territoriale edhe zgjedhore. Dhe apo arrin diçka kjo protest, sepse kemi dëgjuar shpesh akuzat për protestat edhe me qesëndi, protestat e Lulit, thonin këta të Berishës, dolën dhe bën një xhiro në bulevard, po ato kanë qenë edhe shumë më të forta, edhe më masive. Në kujtesën time. Protestë mund të marrim në shumë aspekte dhe mund të analizojmë vetëm këtë protestë, po dhe mënyrën e sjelljes Partisë Demokratike, qoftë para 11 majit, qoftë mbrapa. Problemi është në thelb që nuk mjafton, ne gjithë jemi të vetëdijshëm, nuk mjafton kjo protestë. Pra nuk mjafton për PD-n, nuk mjafton për të mposhtur regjimin, që quhet, dhe nuk mjafton dhe për të gjithë njerëzit e tjerë të zhgënjur të Shqipërisë, të cilët duan të bëjnë diçka ndryshe, janë opozitar, nuk e pranojnë diktaturën, nuk e duan këtë pushtet, nuk e demotivojmë shumë terma kësaj situate. Dhe bërja disa protestave të cilat bëhet disa fjalime, shkohet, hidhet molotov, e njëjta situatë përsëritet, sot u zgjat duke vajtur dhe teselia e PD-s dhe u tensionua pak më tepër në disa pika dhe në kuvend. Janë një mjet, i tregojnë diçka, japin një mesazh, por për Shqipërinë unë jam pa diskutim i mendimit që nuk mjaftojnë. Si duhet zhvillohet, kush është qëndrimi, çfarë duhet bëjë opozita, mund të diskutojmë gjithë natën. Pjesa parë, mënyra parë e fillimit është kjo që thama ngjall opozita shpresë apo nuk ngjall shpresë. Mendojnë qytetarët sot nga të gjithë këto betejë të vazhdueshme se mundet të ndryshojë diçka për një kohë të shkurtër, i leverdisin PD-s vetëm të marrë disa fitore të vogla në tavolinë, siç ju po thoni, me pak protesta dhe sa për të bërë pak show në këtë situatë që është vendi, unë them që nuk i interesojnë. Sikur të marrin një gjë të vogël për reformën territoriale, mendoj që piktura e madhe vitin tjetër do jetë krejt e keqe për Partinë Demokratike personalisht. Nëse merr diçka të vogël për reformën zgjedhore, mbas 4 vjetësh prapë do kemi të njëjtën situatë që përsëritet me thellimin e rezultatit. Nëse Partia Demokratike nuk hap dhe zgjeron atë aleancën ose fuqinë e saj dhe me njerëz tjerë, ose dhe me opozitë, dhe me shoqëri civile, ose me njerëz tjerë opozitarë, cilët duan të bëjnë ndryshimin, atëherë do të jetë e vështirë që të mposhtet ky lloj regjimi. Edi Rama sot është në pikën ku edhe pse ka 1 milion skandale dhe shumë të rënda, që patjetër unë bashkohem që duhet kishte protesta dhe më të fuqishme, jo vetëm nga Partia Demokratike, edhe nga tjerë, pa diskutim kjo, janë në pikë të hallit dhe tjerët këtu, në të gjithë shoqëria, pra kjo është realiteti,